Tani visar jemi në situatë ende nuk është i përfunduar procesi i numërimit, ankesave, certifikimit. Por megjithatë pak a shumë e dim se si do duket qeveria e ardhshme. Do duket me Albin Kurtin të parin, me PDK-n të dytin, LDK-n të tretin dhe aleancën e cila për mu ka performu jashtëzakonisht mirë, duke i pas parasysh shumë rrethona. Në fjalimin e fitores në shesh, zoti Kurti tha do t'i ftoj partitë politike për të diskutuar. Hajvanat e dikurshëm. Pra, po duket që zoti Kurti është zbut pak, gjua e tij është më e kujdesshme, nuk është që tha Nelsen aty triumfuse, fjalimet ishin kogja bajat të gjithëve që falen aty. Por megjithatë, pashmangshëm do të shkojmë drejt një procesi të konstituimit të kuvendit, pastaj të qeverisë, zgjedhjes së presidentit. Tash dikush po thotë duhet qeveria fillimisht, pastaj presidenti. Praktika është që duhet presidenti, sepse Kosova ka shkuar në zgjedhje për shkak të presidentit dhe rrjedhimisht duhet të zgjedhet presidenti, pastaj qeveria, dhe kjo saksohet edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të fundit për kitazim me dekretin e Vjosa Osmanit ish presidente për shpërbërje të kuvendit. Pra neve na duhet presidenti me u zgjedh, si merren vesh partitë politike është muhabet tjetër. Në këto rrethona, në këto rezultate, për mua tash është më e rëndësishme diçka tjetër. Më e rëndësishme se ndarja e pozitave është temat me të cilat do të merren vesh partitë politike. Ne kemi gazin amerikan, që është thembra e akilit për Kosovën në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njerëzit nuk e kanë lexuar drejt, si me thonë, editorialen e të ngakuarës me punë në ambasadën amerikane në Prishtinë, zonës Patipati, e cila 72 orë para zgjedhjeve tha se Kosova duhet me vendos apo don me Amerikën apo me Rusinë. Mu më ka dhimbë shumë ky editorial, sepse është publiku para zgjedhjeve dhe unë e kam lexuar edhe si test për elektoratin. Apo dojnë me Amerikën apo dojnë me Rusinë. Nëse dojnë me Amerikën, nuk duhet ta votojnë Albin Kurtin. Nëse dojnë me Rusinë, ja ku e keni Albin Kurtin. Dhe elektorati me shumicë vendosi me Albin Kurtin. Dhe kjo mendoj që ka më na dëmtu neve si këmbë ma shumë se sa një subjekt politik. Se kur ke problem me një popull i cili e ka një orientim tjetër, atëherë është ma problem për Amerikën se sa me pas vetëm një lider. Ajo zgjodhi me bë thirrje, mos me votu Albin Kurtin nëpërmjet këtij mesazhi. Këtë mesazh nuk e lexuan shqiptarët e Kosovës, votuesit. Mbas e lexuan për vendosin kështu. Pra si kundërpërgjigje për Amerikën, sepse zoti Kurti ka rrit suksesshëm me delegitimu Amerikën në sytë e shqiptarëve, një kombi, një populli i cili ekziston sot fal Amerikës, edhe si shtet, edhe si qenje. Por, ky ka arrit me bind që ne mund të funksionojmë pa Amerikën, ne mund t'ja kallëzojmë vendin edhe shtëpisë së bardhë, edhe Trumpit, siç e kanë thënë në vazhdimsi, dhe që po del se zoti Kurti përfundimisht e ka refuzuar gazin amerikan. Tani, si mund të negociojnë subjektet politike me zotin Kurti, pa u marrë vesh për disa tema. E para është gazi. Kjo mendoj që është e pakapërcyeshme për 3 partitë politike. Nuk munden me hin koalicion me zotin Kurti nëse ai vazhdon me qenë kryenes dhe duke pas qeverinë që vendos vet për gazin amerikan. Nuk ka koalicion këtu. Nuk ka të ardhme për vendin ton me orientimin euroatlantik, veçanërisht në raporte me Amerikën, nëse përfundimisht i thu jo gazit amerikan. Amerika ka me pru gazin Kosovë, po mundet me kosto tjetër. Amerika ka me sjell gazin Kosovë, po mbase nëpërmjet Serbisë pastaj.
se dikush ka me dalë që ka me pranu njëzet e tillë. Por kemi pas situatën kur Serbia ka mujtë me marrë gazin prej neve. Dhe refuzimi i vazhdueshëm i Kurtit për një projekt strategjik, që është strategjik globalisht, jo vetëm për neve, që garanton edhe siguri, për mu është trati kontare. Dhe me këtë qasje që e ka, nuk guxon asnjë subjekt politik me hynë në koalicion me ta, as me bashkëpunu me ta, nëse kjo temë nuk kryhet paraprakisht. Tani, kam pas komunikim edhe me subjektet, me përfaqësuese subjekteve politike, PDK, LDK edhe Alianca, nuk dojnë me ni nëse nuk është gazi amerikan.